Një avion amerikan që shërben për furnizimin me karburant të mjeteve të tjera ajrore të ushtrisë së SBA-s u rrëzua në perëndim të Irakut, ndërsa një tjetër avion i përfshirë në incident u ul në mënyrë të sigurt. Në bord të mjetit të rrëzuar 5 persona, por ende nuk dihet nëse janë vrarë apo plagosur. Komanda qendrore amerikane që është përgjegjëse për forcat amerikane në lindjen e mesme bëri me dije se incidenti nuk ishte për shkak të shtonave armiqësore apo atyre miqësore. Megjithatë, në një deklaratë ushtria e Republikës Islamike u shpreh se një grup aleat në Irak kishte qelluar dhe rrëzuar mjetin amerikan me një raket duke vrarë të gjithë ekuipazhin. Rrëzimi u mor përsipër nga rezistenca islamike në Irak, një aleancë mbështetur nga Irani. Që nga nisja e luftës në lindjen e mesme, kjo aleancë ka pretenduar se ka ndërmarrë sulme të përditshme ndaj interesave amerikane në Irak dhe rajon. Avioni amerikan që u rrëzua është i katërti i humbur gjatë luftës amerikano-izraelite ndaj Iranit. Ndërkohë, në përpjekje për të ulur ndikimin ekonomik të luftës me Republikën Islamike, SBA ka autorizuar vendet e tjera që të blejnë naftë sanksionuar ruse. Sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent u shpreh se masa ishte e vlefshme deri në datën 11 prill dhe synonte nxitjen e qëndrueshmërisë në tregjet energjetike botërore. Sulmet ndaj anijeve dhe infrastrukturës energjetike në gjirin persik dhe mbyllja e ngushticës së Hormuzit kanë tronditur tregjet botërore të energjisë. Çmimet e naftës kanë shkuar në mbi $100 për fuçi, pavarësisht masave si ajo e marrë nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë për injektimin në treg të 400 milion fuqive naftë. Qeveria e Azi, që janë blerës të mëdhenj të naftës nga vendet e gjirit, ka njoftuar njësor masash gjatë ditëve të fundit. Ekzekutivi i Filipinëve, vend që 95% të naftës së papërpunuar e merr nga linja e mesme, ju ka kërkuar punonjësve të administratës publike që të punojnë 4 ditë në javë për kursimin e karburantit.